Rrëmbimi i një vajze të mitur dyshohet se është bërë shkak për vrasjen e të riut Pavlim Preka në fshatin Guciere në Shkodër. Sipas hetimeve të kryera nga policia dhe prokuroria e Shkodrës, viktima Pavlim Preka ka shfaqur dëshirën për të rrëmbyer vajzën e njërit prej autorëve të krimit, 43 vjeçarit Vasel Koçeku, çka solli më pas vrasjen e 20 vjeçarit Preka. Vasel Koçeku dhe bashkëpunëtori i tij në këtë vrasje, Claudio Lisaj, nuk kanë pranuar autorsinë e krimit, por përgjigje telefonike sipas anëtarëve të grupit hetimor kanë treguar të kundërtën. Pavarësisht pretendimeve të tyre, gjykata e Shkodrës 3 ditë më parë vendosi të lërë në burg babain e vajzës së mitur, Vasel Koçekun, si dhe bashkëpunëtorin e tij, Claudio Lisaj. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se Lisaj është personi që ka thirrur dhe ka nxjerrë nga shtëpia 20 vjeçarin Pavlim Preka, ndërsa personi që e ka qelluar dyshohet se është babai i vajzës së mitur, Vasel Koçeku. Sipas hetimeve të kryera, vrasja dyshohet se ka si motiv një konflikt të gjatë që lidhet me dëshirën e viktimës Pavlim Preka për të fejuar me vajzën e Vasel Koçekut, e cila aktualisht është 16 vjeçe. Historia sipas hetimeve nis rreth 3 vite më parë, kur Pavlim Preka i kishte kërkuar dorën për fejes familjes Koçeku. Në ato kohë vajza ishte vetëm 13 vjeçe, ndërsa Preka 17 vjeç. Kërkesa ishte refuzuar menjëherë nga babai i saj, Vasel Koçeku, duke i thënë se nuk kishte vajzë për të martuar, pasi ishte shumë e vogël dhe duhej të ndiqte shkollën. Megjithatë, Pavlim Preka ka vijuar të shfaqë interes dhe këmbgulje për vajzën, duke shprehur ndjenjat e tij edhe tek persona të tjerë, të cilëve u kishte thënë se do t'ia rrëmbente vajzën Koçekut me qëllim krijimin e martesës me të. Sipas hetimeve, dyshohet se mëngjesin e 20 shkurtit, Claudio Lisaj, i njohur i viktimës dhe i familjes Koçeku, e ka nxjerrë Pavlim Prekën nga banesa e tij në Guci të Re. Më pas, sipas dyshimeve të prokurorisë, Vasel Koçeku e ka qelluar me armë zjarri, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Për identifikimin e dy autorëve të vrasjes, policisë dhe prokurorisë së Shkodrës u janë dashur një sër veprimesh hetimore, si përgjigjime dhe marrja e 10 deklarimeve të personave të ndryshëm, si dhe e dy protagonistëve të këtij krimi.